Organet e drejtësisë veprojnë mbas ligjit. Pra, të gjitha shkallët e gjyqësore, të gjithë institucionet e qeverisë gjyqësore, ashtu edhe prokuroria, veprojnë mbas ligjit dhe standardet e procesit rregullor janë parashikuar në ligj. Nëse vihet re që ka paqartësi, nëse vihet re që ka një zbatim jo duhur të këtyre parimeve, këtyre standardeve që burojnë nga kushtetuta dhe nga Konvendi Evropian e Drejtë të Njerëzit, sigurisht që ligjvënësi ka detyrimin që të ndërhyjë dhe t'i bëjë më të qarta, mos lej boshllëqe, mos lej hapësira, të ndërtojë dhe instrumenta verifikues dhe monitorues dhe instrumenta të cilët detyrojnë institucionet tjera që janë krijuar për të kontrolluar dhe monitoruar këto institucione në mënyrë që check and balance të funksionojë ashtu siç kushtetuta thotë. Pra, vërtet, drejtësia është e pavarur, por nuk është e paqekueshme. Asnjë pushtet nuk është i paqekueshëm, pra është i pavarur në mënyrën se si ushtron funksionin, por çekohet më pas nga pushtetet e tjera. Pra, parimi i check and balance këtë qëllim ka që gjithkush të veprojë në mënyrë të pavarur, pas kush mos jetë aq i pavarur sa të ushtrojë pushtetin në mënyrë të pakontrollueshme.